unë kam lexuar, sepse kjo nuk është ide e hedhur tani, Bashkimi Evropian, familja e përbashkët. Është hedhur herët, e kanë përkrahur disa politikan, më kujtohet një herë dhe ish ministri jashtë Joschka Fischer i Gjermanisë, ka folur gjatë për këtë dhe ka menduar një herë dhe kam parë pse duhet jemi dhe ne në Bashkimin Evropian, sepse gjithë Bashkimin Evropian e kam parë si një ngrehin. Po le të themi një ndërtesë siç bëhen në Tiranë që bën shkallë edhe gjysma e njerëzve që kanë para më shumë kanë hyrë në shtëpi, po gjysma presin sa të bëjnë paratë që të vënë një herë kuzhinën. Dhe unë mendoj që të tërë këta bashkë duhet ndihmojnë njëri tjetrin, se asnjëri nuk është komod. Nëse ti jeton në një familje normale, apo le të themi luks, po unë nga ana tjetër jam duke punuar dhe në kohën që ti pushon, i bie murit për të ngulur gozhd apo për të rregulluar tavanin, ti shqetësohesh. Prandaj të gjithë bashkë duhet ndihmojnë njëri tjetrin në këtë shtëpi të madhe europiane, se ne vërtet shumë vite më parë na quanin oborri i pasën i Europës. Nuk është e vërtet. Ne jemi oborri i brendshëm, sepse gjithë Ballkani, bashkë me ta dhe ne jemi të rrethuar nga vende anëtare të Bashkimit Evropian, nuk jemi më jashtë. Atëherë ne duhet ndihmojmë veten. Do dëgjohet këtu. Dhe sigurisht dhe me ndihmën, sepse të gjithë shtetet, çdo gjë e bëjnë dhe për interesat e tyre. Një situatë e qetë, një paqe e përgjithshme, i ndihmon që të gjithë të jetojnë dhe të punojnë të pashqetësuar.